Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ku jemi sot këtu në Okult Gjeopolitik ose Gjeokult për të folur mbi disa lajme të fundit nga ato që nuk parathuan kudo. Para se të fillojmë, falenderojmë gjithë sponsorat e podcastit tonë dhe duam të kujtojmë gjithashtu që të mos harroni të bëni subscribe në kanalin. Në Shqipëri këto ditë u kalua një ligj për familjen ku ligji quhet një ligj për shanse të barabarta, ku janë vënë kuota për të mos u diskriminuar dy gjinit, siç e përmend ligji, të burrit dhe të gruas, por që ligji le të hapur mundësinë që nëpërmjet ligjeve, akteve të tjera nënligjore të krijohet mundësia për të folur për identitetin gjinor, ku ju hapet rrugë veprimeve të panatyrshme në lidhje me gjinin, deklarimeve të panatyrshme dhe një agjende e cila synon largimin e të rinjve nga rruga e bashkimit të natyrshëm seksual midis mashkullit dhe femrës dhe për të krijuar familje të natyrshme të cilat mund të riprodhohen sipas shumë protestave nga shoqata të ndryshme të iniciuara, ku spikat pastori Akil Pano, i cili ka qenë iniciator për të mbrojtur trashëgimin tonë familjare dhe të shoqërisë, dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ka pasur protesta dhe ankesa të mëdha kundër një vendimi që morën shumica e deputetëve të Partisë Socialiste me numër prej 73 vetash, të cilët kaluan projekt ligjin që duke kthyer në ligj.